që gjithmonë janë antarë që këto njohin. Se në analizën që u bën në degën e Durrësit, kryetari i partisë thotë janë 350 antarë aktiv në zgjedhjet e 11 majit, kaq ka pas Partia Demokratike aktiv, ndërkohë që komisioner kalojnë më shumë se 2000. Tashim 350 antarë aktiv, po komisioner kush ne pas ka sjell? Edi Rama ne ka sjell komisioner? Kur ti thu 350 antarë aktiv të thosin pjesën tjetër ne ka sjell Rama. Prandaj kjo me thënë drejtën tot tash nuk po din as çfarë të bëjnë më. Po kërkojnë ta marrin peng me çdo lloj kushi, por halli është një gjë që s'është e jote se marr do të peng. Partia Demokratike është aset kombëtar, është i demokratëve, por është dhe i gjithë shqiptarëve. Është faktori më i madh opozitar në vend. Prandaj nuk është pranë askujt.